Faqja na ishte dikur kujton sot në datën e lindjes heroin e kombit ton, Isa Boletini. Më 15 janar të vitit 1864, në Boletin të Kosovës, lindi një nga figurat më madhore të historisë shqiptare, Isa Boletini. Emri i tij u bë simbol i qëndresës, i burrërisë dhe i idealit për liri. Ai jetoi me pushk në dorë dhe me atë dheun në zemër, duke i kushtuar çdo ditë të jetës çështjes kombëtare. Që në moshë shumë të re, Isa Boletini u rrit mes frymës së kryengritjes dhe dashurisë për tokën shqiptare. Vetëm 17 vjeç, ai mori pjesë si luftëtar në radhët e lidhjes shqiptare të Prizrenit në betejën e Slivovës kundër forcave osmane. Kjo ishte vetëm fillesa e një jete të gjatë përballjesh, sakrificash dhe përkushtimi të palëkundur ndaj kombit. Me kalimin e viteve, Isa Boletini u shndrua në një udhëheqës natyror. Ai nuk ishte vetëm luftëtar, por edhe organizator i aftë dhe frymëzues i popullit. Ndihmoi në themelimin e lidhjes shqiptare të Pejës dhe u vu në krye të qëndresës së saj kundër sundimit osman, por edhe kundër planeve grabitqare të Serbisë dhe Malit të Zi, të cilat synonin coptimin e trojeve shqiptare. Në fillim të shekullit 20, situata në Kosovë u bë edhe më e rëndë. Ndërhyrjet e huaja shtoheshin, ndërsa populli shqiptar përjetonte shtypje të vazhdueshme. Në vitet 1901-1902, Isa Boletini u vu në krye të qëndresës popullore në Kosovë, duke organizuar mbrojtjen kundër presioneve të Serbisë, Malit të Zi dhe Austro-Hungarisë. Ai u bë zëri i popullit të nëpërkëmbur dhe mburoi e dinjitetit shqiptar. Në vitin 1908, Isa Boletini fillimisht përkrahu revolucionin Gjon Turk, me shpresën se ndryshimet do t'i sillnin shqiptarëve më shumë të drejta dhe liri. Por shumë shpejt e kuptoi se politika e Gjon Turqve ishte thellësisht anti-shqiptare. Pa hezitim, ai u rreshtua sërish në krah të popullit të tij dhe u bë një nga udhëheqësit kryesor të kryengritjeve të mëdha kundër perandorisë osmane në vitet 1908-1912. Në ndrejtimin e tij, shpërthyen kryengritje të fuqishme në shumë zona të Kosovës, në Drenice e Mitrovic, në Shtime e Carlev, në Podujev e Prishtinë. Emri Isa Boletinit frymëzonte guxim, bashkonte shqiptarët dhe mbillte shpresë për liri. Ai nuk udhëhiqte në larg, ai ishte gjithmonë në ballë të luftës mes popullit, mes pushkëve, aty ku rreziku ishte më i madh. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij ishte pjesëmarrja në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në ditët historike të nëndorit 1912, Isa Boletini u vu në krye të përfaqësuesve të Kosovës dhe udhëtoi drejt Vlorës. Më 28 nëndor 1912, ai ndodhej pranë Ismail Qemalit si dëshmitar dhe mbrojtës i ëndrrës shekullore të shqiptarëve, lindjes së shtetit të pavarur shqiptar. Por pavarësia nuk i solli menjëherë paqe vendit. Në vitin 1913, Isa Boletini u bë pjesë e delegacionit shqiptar që së bashku me Ismail Qemalin udhëtoi drejt Londrës për të mbrojtur interesat e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Atje, me fjalë të forta dhe qëndrim të palëkundur, ai kundërshtoi vendimet e fuqive të mëdha që parashikonin coptimin e trojeve shqiptare. Për të, Shqipëria nuk ishte vetëm një territor, ishte nder, gjak dhe identitet. Pas kthimit, ai nuk zgjodhi rahati apo poste, por u rikthye në Kosovë, aty ku populli kishte më shumë nevojë. Organizoi sërish qëndresën kundër pushtuesve të rinj serbo-malazez dhe vazhdoi luftën për liri deri në fund të jetës së tij. Jeta e Isa Boletinit ishte një rrugtim i pandërprer sakrifice, qëndrese dhe përkushtimi. Me urtësinë e tij, me guximin e tij dhe me ndershmërinë e tij, ai fitoi respekt të thellë në mesin e popullit. Për shumë shqiptar, Isa Boletini nuk ishte thjesht një udhëheqës, ai ishte simboli i nderit dhe i dinjitetit kombëtar. Më 23 janar të vitit 1916, Isa Boletini u vra pabesisht nga shovinistët malazez. U shua fizikisht një trup, por nuk u shua kurrë emri i tij, sepse figura si Isa Boletini nuk vdesin. Ato jetojnë përjetësisht në kujtesën e kombit. Sot, më shumë se një sekull më vonë, emri Isa Boletinit mbetet një thirrje për krenari, për qëndresë dhe për dashuri ndaj atdheut. Ai nuk udhëhiqte nga larg, ai ishte gjithmonë në ballë të luftës mes popullit, mes pushkëve, aty ku rreziku ishte më i madh. Faqja na ishte dikur e kujton me nderim dhe respekt.